se keni ardhur. Unë që për ju flas jam Muhamet Bishga, për ata që nuk më njohin. Jam CEO dhe founder i platformës Panairi Online. Jemi në pjesën e dytë të trajnimit dhe në këtë pjesë do të flasim për prezantimin e platformës Panairi Online. Kryesisht do të flasim për përfitimet e partnerët, paketat që ka Panairi. Kjo është faqja e parë e platformës Panairi Online. Ky është slide show kryesor dhe pastaj këto janë 3 banerat ansor, të cilat kanë të bëjnë me reklamat që mund të bëjë dikush pra që t'i lidhi me link. Panairi Online është një rrjet social për bizneset. Nëse dikur u krijua Facebooku për të bashkuar njerëzit që merreshin me llafe, sepse këtë bën Facebooku në vetvete, thjesht njerëz që merreshin me llafe. Instagrami bashkoi njerëzit që u pëlqejnë fotot dhe është ai që zvendësoi Kodakun, sepse Kodaku mendoi se ishte i pazvendësueshëm, por ja që e zvendësoi Instagrami, sepse njerëzit u bën vetë fotograf me një telefon. YouTube bashkoi njerëzit që pëlqejnë videot dhe janë videot që kanë minutazh të gjatë, ndërsa TikToku është e kundërta e këtij, është për video të shkurtra. Dhe Panairi Online mendojmë që në të ardhmen do të jetë platforma ose rrjeti social që do të bashkojë bizneset si një rrjet social ku ata të kenë mundësinë të prezantojnë shërbime, produkte, reklama në një vend të vet. Dhe e fundit që është shtuar tek Panairi Online është partnerët, sepse nëpërmjet partner marketing që folëm në pjesën e parë, ne do të kemi mundësinë të listojmë të gjithë agjencitë e marketingut tek partner marketing. Se themi që është një rrjet social, sepse çdo biznes do të ketë një username, një password ku mund të logohet dhe ai e editon vetë 100% profilin që do të ketë tek platforma, njësoj si në një rrjet social. Panairi Online është një qendër tregtare online ku secili biznes ka një hapësirë të vetën, pra njësoj si në një panair fizik, ku është 365 ditë 24 orë dhe kostoja mendoj është 10 herë më e lirë, sepse në një panair fizik mund të jetë 3 deri në 4 ditë, kostot varojnë mbi 1000 euro, te Panairi Online është gjatë gjithë vitit edhe është shumë më lirë. Ja se si duket një pjesë e bizneseve që janë të listuara tek platforma e Panairit Online. Atëherë, në momentin që një biznes merr një nga paketat që ne ofrojmë, atij hapet automatikisht një profil i tillë ku ai mund të prezantojë dhe të reklamojë shërbimet e veta. Ky është një nga bizneset që është pjesë e platformës. Në anën e majt ka logon dhe ka këto modulet këtu që tregon profilin fillestar, ofertat e biznesit, rreth nesh kontaktet, por mund të ketë edhe module të tjera të aktivizuara. Dhe gjitha reklamat dalin nëpërmjet linkut të Panairit Online, sepse ky ka profil biznesi, nuk e ka profil biznesi me domen. Kurse në momentin që një profil aktivizon dhe domenin, një profil i thjesht, në momentin që ne blejmë domenin dhe ndryshojmë DNS-t, automatikisht do t'i hapet website i vet, po themi, që ka të njëjtën strukturë që ka dhe tek Panairi Online. Vetëm se këtu del me linkun e vet dhe paralelisht ai ka edhe link tek Panairi Online, profil, po ka edhe link me emrin e vet. Kjo është një ndihmë shumë e mirë për shembull për këta programuesit që në momentin që duan të bëjnë një website, s'ka nevojë që të lodhen shumë, por thjesht hyjnë te Panairi, hapen një profil, i aktivizojnë domenin edhe mbaroi. Praktikisht domethënë këta janë disa nga bizneset që kanë marrë një profil biznesi me domen, për shembull Parket Biçaku, Unitrade që e ka me .com. Domenet që mund të jenë këta, për shembull Panairi.al dhe Site.al janë 2 domene që i ofrojmë ne, por .com.al, .com apo .al apo çfarëdo lloj tjetri mund t'i blejnë domethënë, edhe i aktivizojnë. Këto website domethënë me profil biznesi me domen janë me HTML5, responsive, me SEO në Google, nuk ka pse paguan diçka ekstra biznesi, thjesht vetëm blen domenin edhe ka. Edhe vet partner marketing është një profil biznesi me domen që ne e kemi aktivizuar tek Panairi Online. Kjo është forma se si duken të gjitha publikimet ose reklamat ose ofertat që ka një biznes që i poston tek platforma e Panairit Online. Të gjitha postimet që bëhen nga profilet e bizneseve shfaqen në faqen kryesore ku janë ofertat e biznesit. Ofertat e fundit ose reklamat e fundit dalin të parat. Pra nuk është se ka një përzgjedhje se kush do dalë para, thjesht ato që hedhin sot dalin të parat. Ku janë ofertat, oferta ditore, oferta javore, oferta speciale, oferta B2B, sepse ofertat kanë mundësi domethënë në momentin që bizneset do të bëjnë një ofertë, ta kategorizojnë po themi në oferta ditore. Do vi një moment ku do jenë shumë biznese që do bëjnë oferta ditore ose javore dhe njerëzit do hyjnë të kërkojnë çfarë oferte kemi, po do jenë oferta të vërteta. Tek Panairi Online, po ta shikoni këtu, tregon se sa vizitor ka, sa oferta ka hedhur gjithë biznesi. Kto mund të jenë oferta, mund të jenë reklama, nuk ka rëndësi, atë e zgjedh biznesi në momentin që vendos ose jo çmim. Opsionin e kanë që të vendos çmim. Automatikisht në një farë mënyre, ky biznes ka pra dyqanin e vet online, sepse mund të bëj listimin e të gjithë produkteve. Një nga bizneset që është bashkuar së fundmi, që është Metier Parfum, ka bërë listimin e të gjithë produkteve që ka diku tek 30 e ca produkte. Kjo është një formë për të treguar fjalët kyçe. Kjo copa për hodije, po ta kërkoni në Google, ky biznesi del i pari
për shkakun sepse thjesht është listuar tek paneri online, ka një profil, bile se ka dhe me domain. Po njësoj si bizneset që janë te paneri online, del profili juaj, po të kërkoj dikush. Por që listimi është tek partner market. Kjo fjala këtu që unë sapo shpjegova është kërkuar në Google dhe po ta shikoni ka dalë edhe nëpërmjet panerit online, ka dalë edhe nëpërmjet domenit të vet. Në të dyja rastet është i njëjti biznes, thjesht ka dhe profil, për shembull juve nëse bëjmë aktivizimin e domenit me site pikal, nëse aktivizojmë me site pikal do keni edhe me site pikalin, edhe me linkun e panerit. Mund të keni njëjtën reklam me dy linqe të ndryshme. Dhe tjetra është për shembull gjitha këto tregon atë punën e rëndësisë të SEO-s që një biznes listohet në platformë. Atëherë, kjo është pjesa e njoftimeve, që është bërë një update së fundmi dhe tek njoftimet biznesi ka mundësi që të publikojë njoftime, edhe kjo për çështje marketingu dhe listim në Google. Deri më tani në njoftimet i kemi bërë thjesht si tek oferta, por nga këtë tutje do t'i diferencojmë. Pra ato që janë thjesht njoftime mund të bëhen direkt te njoftimi dhe s'ka nevojë që ti përzihej me ofertat ose me reklamat. Kja ku e kanë modulin eventet, ky është një biznes po themi që ka publikuar një event. Dhe në anën e majt janë të gjitha modulet dhe këtu ka edhe njoftimet edhe modulin e eventeve. Del dhe lista e eventeve që mund të ketë ky biznes, edhe del dhe lart për momentin lista e eventeve do bëhet një update. Këtu dalin eventet nga të gjithë biznes. Pra në një moment të caktuar, po themi kur shumë biznese do kenë evente të ndryshme, e hedhin tek eventet dhe aty do listohen gjitha eventet. Kjo do të bëhet një pikë referimi për ata që ju pëlqejnë eventet. Për shembull, kur një biznes ka për vjetorin e vet, atëherë bën një event dhe te ky event ka mundësi që të ftojë njerëz, i bëhet marketingu automatikisht nga vet platforma, nuk ka nevojë që të bëj shumë gjëra. Po atë tek eventet tregon sa persona janë të ftuar, kur fillon dhe ku mban. Të dhënat që ai bën aplikimin të vinë direkt ka një listë, edhe në email, po dhe në database, domethënë në sistem, pra mund të hyjë dikush. Një gjë tjetër e rëndësishme që ka profili i një biznesi janë partnerët e biznesit. Kjo është një hapësirë marketingu që vet bizneset mund ta përdorin njësoj si paneri online. Këtë mund ta përdorin për backlinke, mund ta përdorin për të reklamuar, për shembull një biznes mund të ketë 3-4 kompani dhe ai mund t'i listojë këtu 3-4 kompani duke i lidhur me logot dhe me linqet e tyre. Dhe kjo për shembull ndikon dhe tek SEO, pastaj nëse vendoset një link jashtë platformës, dim që ndikon dhe në SEO-n e atij webit. Një hapësirë tjetër marketingu që kanë bizneset që kanë një profil tek panajiri është kjo këtu që quhet slide show. Këtu mund vendosen 2 deri në 3 slide dhe ky slide mund të lidhet edhe me një link që e çon diku, domethënë mund të jetë link i vet platformës apo link i jashtëm domethënë. Për bizneset që kanë një profil biznesi me domen, kanë mundësi që ky slide show të shfaqet edhe tek oferta dhe te njoftimet dhe tek eventet. Slide show nuk shfaqet vetëm tek profili fillestar, por shfaqet edhe këtu. Këtu te profili fillestar dhe te profili biznesit lart. Nëse klikon tek të dyja këto është e njëjta gjë. Këtu janë pra hapësira të tjera ku mund vendoset një link, pra banera, janë partnerët tham, janë këtu edhe këtu janë banerat ansor. Këto banerat ansor janë vetëm tek profil biznesi me domen. Një profil i thjesht nuk e ka mundësinë. Në anën e majt, po ta shikoni poshtë logos, janë të gjitha modulet që i ka një website, pra kur dërtohet një website, këto janë gjitha modulet. Oferta, video, galeri, kartë vizita, njoftime, rrethnesh, kontakte. Këto janë pak a shumë modulet që ka një website. Edhe këtu te profili, qoftë ai me domen apo pa domen, në anën e majt janë të gjitha modulet për prezantimin e këtij biznesi dhe këto module bëhen aktive nga admini domethënë. Sigurisht çdo biznes që ka një profil në platformë automatikisht rrit edhe dukshmërinë edhe besueshmërinë tek klientët e vet, sepse fakti që është prezente në një platformë për biznese do thotë je i besueshëm. Pra bëhesh më i besueshëm për klientin online. Ka dhe hapësira të tjera marketing për pjesën e rritjes së dukshmërisë, por këto janë që i përkasin vet platformës Panarit Online, pra është slide show në faqen e parë të platformës. Janë këtu që janë 3 banerat ansor. Këtu poshtë janë banerat në kategorinë e bizneseve. Te kategoria që kemi bizneset VIP, standard, promo, ka hapësira marketing. Këto do kenë të drejtë vetëm platformat i shestën. Ose mund t'i marrin edhe agjencitë, mund t'i pronontojnë paraprakisht. Ka një hapësirë tjetër që thotë bizneset më të njohura. Edhe këtu mund vendosh tip karoseli, këto lëvizing këto në formë karoseli. Janë 2 sponsorat e platformës, njëri nga këta e kemi tashmë një sponsor. Çështja e këtyre është një është për të rritur dukshmërinë dhe tjetra është për backlink. Tani shërbimet që ofron Paneri Online këto janë 4 paketat bazë, paketa promo, standard, gold edhe VIP. Nga sot e tutje të drejtën për të shitur paketa do ta kenë agjencitë e marketingut, të cilat do t'i integrojnë tek shërbimet e veta. Mund të bëhet edhe ndryshimi këtyre paketave, ajo është zgjedhja juaj. Ktu kam bërë një shpjegim të shkurtër për llojet e website-ve. Po themi webi statik është 1 deri në 3 faqe ose një modul, domethënë që fillon nga 300 euro deri në 1700 euro, varet nga programuesi edhe ato detajet. Website-i dinamik 3 deri në
7 faqe, po kjo ka edhe 9 faqe që fillon nga 1.700 deri në 7.000 euro. Këto domethënë janë nga 7 deri në 21 faqe prezantuese ose module, 21 deri në 79 faqe prezantuese reklam, siç është një profil te Panayri Online që ka edhe 9 faqe, ka edhe module, po ka edhe 9 faqe. Një produkt ose një reklam është një 9 faqe. Edhe këto që janë software, për shembull si puna e Panayrit Online, që këto fillojnë nga 17.000 euro deri në 70.000, ndoshta edhe më tepër, sepse këto kanë edhe motor kërkimi, kanë SEO individuale për çdo nën faqe, siç është rasti konkret tek Panayri. Për secilin biznes ka një username, një password, mund të logohet, e bën në mënyrë individuale, faqet e nën faqe pa limit, motor kërkimi, kjo është pak a shumë për të krijuar një ide. Kto janë disa kosto që i ka marrë nga interneti për të krijuar idenë pak më të qartë se sa kushton një website. Pra kemi vetëm për dizajnin që mund të variojë nga 5.000 deri në 35.000 në varësi të llojit të biznesit, të faqes që do bëhet. Programimi nga 2.000 deri në 75, integrimi të dhënave, data import, hosting. Por ajo që unë kam parë, domethënë me rëndësi është kjo SEO-ja, që është 12.000 deri në 60.000 thot këtu. Gjë që tek Panayri Online këtë gjë e kanë gratis, sepse është vetë platforma që e ka ndërtuar këtë gjë. Kjo është paketa e parë, paketa promo. Diferenca ndërmjet paketave është kjo sasia e publikimeve ose reklamave, oferta, quani si dojeni. Është 8 reklama që bëjnë 210 euro në vit. Dhe gjitha këto tjerat pastaj i ka falas, për shembull hosting, backupin, profilin e optimizuar me SEO, kjo QR kodit, biles tani e kemi updateuar dhe çdo modul automatikisht gjeneron edhe një QR kod. Secili modul ka, për shembull kartë vizita ka QR kod më vete, cili mund ta përdorësh kur e skanon dikush automatikisht e çon tek linku i kartë vizitave. Kemi 4 banerat e partnerëve, 4 evente, 4 njoftime dhe 8 reklama. Pra si konkret tani që janë aktive këto eventet dhe njoftimet, janë do të thotë 8 linqe të reja plus që mund t'i përdori për reklamim. Diferenca ndërmjet asaj dhe kësaj është kjo për shembull ka 16 reklama, se e kam hequr atë një që kisha me 12 reklama e kam hequr dhe e kam ndryshuar dhe çmimin e kësaj, është bër 360, tani është aktualisht është 390 kjo, po mendoj që kjo është çmimi më i përshtatshëm dhe diferenca ndërmjet të parës, të dytës dhe të tretës është 8 reklama. Pra 8 ka e para, kjo ka 16 dhe tjetra ka 24, kam rritur dhe sasinë e njoftimeve dhe eventeve, po është njësoj tek këto dy paketat e fundit dhe vlera e kësaj është 450 euro në vit. Sigurisht që ka aktive edhe këto modulet e tjera domethënë. Këto janë 3 paketat bazë, pastaj secila agjenci mund të prezantojë dhe paketat të tjera, mund t'i integrojë ndryshe. Mund t'i hedhë një paket për rrjetet sociale, po themi mund të shtoj një postim tek Panayri Online në javë ose 2 postime në muaj javë. Në moment që ti e merr ja shton vlerën shërbimit. Kemi një paket startup që e kemi bërë domethënë për bizneset që janë startup, që janë të regjistruara në ÇKB në 6 muajt e fundit, mund ta marrin. Ideja e kësaj është që këtu kemi rritur sasinë e reklamave dhe është ulur kost. Në aspektin që të mund ta ndihmojmë që të rritet si biznes. Kemi paketën shop në rastet kur një biznes për shembull ka po themi mbi 90 ose 100 produkte. Atëherë duhet një paket pak më speciale, po themi, që të jetë edhe më pranueshme nga biznesi, që t'i ofroj dikush një e-shop me programim nga zero, mund të dojë 2 fishin, 3 fishin e kësaj. Nuk e di, ju e dini ndoshta edhe më mirë. Kemi menduar që kjo është e pranueshme, sepse këtu është edhe pjesa që ne përgatisim dhe materialin, ose më saktë agjencitë do t'i përgatisin materialin për ta hedhur në platformë. Jo thjesht t'i dorëzojnë userit. Pra, qëllimi këtu është që agjencitë plotësojnë gjithë materialet, fotot, video, tekstet, jo video se video ti kam po. Fotot, kontentin, fjalët kyçe, hedhjen në platformë dhe gjitha kjo besoj vlen. Për bizneset që duan pjesë në panajret fizike, Panayri Online do të marrë pjesë me stendën e vet, kemi marrë pjesë në 2 panajre, por tek të tjerat mendojmë që do jemi më tepër aktiv. Tashmë që dhe në kuadër të partner marketing, besoj se duhet të marrim pjesë me patjetër. 2 paketa, 3 paketa të ndryshme. Kjo është për shembull paketa promo, 10 e kemi quajtur për shkak të hapësirës që ka në tavolinë 10 me 10, sepse tek tavolina do të ketë mundësi që të vendos kartë vizitat biznesi. Do të ketë një logo në baner, do jetë një baner me gjitha logot e bizneseve pjesëmarrëse, një person nga stafi mund të jetë prezent, video që do t'i bëjmë gjatë kohës së panairit, edhe ai ti marr ti postoj në storynë e vet njësoj sikur është prezent, edhe nëse nuk është. 500 copë kartë vizita fizike ja printojmë edhe do t'i ketë në tavolinë, stikerin me QR kod, një QR kod me kontaktet e biznesit. Po, kjo është panairet fizike, pra. Ka mundësi një biznes shkojë vetë panajër? Po, edhe vjen, po, nëpërmjet Panayrit Online ai mund të marr pjesë domethënë. Dhe të gjitha këto gjëra ne ja bëjmë ne gati. Dhe kjo e ka një kosto 120 euro për pjesëmarrje. Aty vetëm kartë vizita të bëjnë 70 euro, që t'ja bësh edhe t'ja kesh tavolinë, pa QR kodin, se bashkë me QR kodin vjen 130. Kjo është pak më VIP, sepse këtu ndryshon vetëm hapësira në tavolinë, që do të thotë nëse biznesi do të ketë hapësirë më tepër për një katalog apo flet palosje, paguan diçka më tepër, është 360, edhe i ka të gjitha këto të tjerat. Kjo është për startupet dhe bizneset kategori. Kjo është
e fola edhe pak më parë domethënë për punën e kategorive të bizneseve. Se paneli online nuk ka kategori biznese, sepse kategoritë e bizneseve në vetvete janë biznese ose janë startupe. Kjo është një startup që unë e kam nisur në 2020 dhe këtu është taksia online ku janë listuar taksi të ndryshme dhe secili nga këta ka një profil të vetin, ka numrin e vet të telefonit, ka reklamat e veta dhe punon si thua është i ndar nga taksia online. Taksia online bën vetëm listimin njësoj si tek partner marketing. Ja pra partner marketing, po ta shikoni këtu janë 2 agjenci për momentin të listuara, po do të jenë gjitha agjencitë pjesëmarrëse. Kjo është paketa do të thënë për persona të cilët duan të marrin një kategori biznesi. Supozojmë dikush që është një startup do të merret vetëm me mobilerit, atëherë po janë një paketë që mund ta marrë, ka kosto mujore 120 euro në muaj, ama ai e ka të drejtën, po themi për tregun shqiptar që të merret me gjitha mobilerit, nëse merrem hiç. Kjo është e njëjta gjë domethënë, vetëm se diferenca këtu është rritet sasia e publikimeve. Pra nëse tek ajo e para 12 profile, ky ka 30 profile që mund t'i aktivizoj e pastaj ndryshon kostot për secilin profil plus. Kjo ka një kosto mujore 210 euro si paket, sepse po flasim për biznes. Atëherë çfarë përfitojnë agjencitë dhe freelancerat nga platforma e panelit online? Pra, për të gjithë partnerët tek partner marketing, kjo është ajo çka përfitoni. Çdo agjenci apo freelancer që është antarësuar te partner marketing automatikisht ka të drejtë të shesë në të gjithë botën në të gjitha shërbimet që ofron platforma e panelit online. Për çdo shitje të një shërbimi që ofron platforma, partnerët tanë marrin 50% të vlerës që paguan klienti. Kujdes tot, shërbimi duhet ta shisni dhe ta dorëzoni te klienti të përfunduar, që do të thotë, në moment që keni shitur një profil biznesi tek një X biznes, atëherë duhet ta përfundoni atë profil dhe ta nxirrni online. Maksimumi për 9 ditë. Ne kemi 3 deri në 9 ditë atë kohën minimale që ta aktivizojmë. Ky quhet, domethënë, shërbim i përfunduar. Gjitha pjesën tjetër pastaj, hapësirën dhe postin dhe çdo gjë kujdeset panajri online. Nëse ju bëni vetëm shitjen të një shërbimi, do të merrni 30% të vlerës që paguan klienti, ndërsa 20% e merr agjencia që do të bëjë përgatitjen e materialeve dhe hedhjen e tyre në platformë. Sepse mund të ketë raste që dikush mund ta gjejë një klient, por nuk ka kohë që të hedhë të plotësojë profilin në platformë. Dhe do të ketë kompani dhe agjenci tek grupi në WhatsApp, të cilat ju dërgoni kërkesën dhe dikush do t'ju thotë, po unë jam gati që ta bëj këtë gjë domethënë. Aktualisht për shembull, unë rasti që kisha tani me Dynamic Media ishte që unë e gjeta klientin, ata bën hedhjen e informacionit në platformë. Atëherë, investoni kohën tuaj nëpërmjet sistemit thotë që ofron platforma për bizneset panajri online në bashkëpunim me partner marketing, që të krijoni dhe të zhvilloni kompaninë tuaj të marketingut për të hyrë në tregun global. Nuk është se ju japin mundësinë që ju të jeni partner në tregun që ata kanë ndërtuar. Ndërsa panajri online është komplet e kundërta, juve jeni 50% partner me panajrin online. Të shtoni stafin edhe aktivitetin për të hyrë në tregun global nëpërmjet platformës së panajrit online. Sepse sistemi është gati, ajo çka duhet është vetëm ta zhvillojmë dhe ta çojmë përpara. Aktualisht vet bizneset kanë filluar te panajri online që ta promovojnë biznesin e tyre duke thënë që jemi tek panajri online. Ky është një rast konkret i njërit nga klientët tanë, produkte natyrale, i cili thot tani thot na gjeni thot edhe tek panajri online. Këtu është rasti kur një biznes ky punim me gipsi ka vendosur domenin e vet që e ka nëpërmjet platformës së panajrit online. Dhe ky është edhe website-i që i kemi krijuar ne nëpërmjet profilit, se profil biznesi me domen ka. Dhe një pyetje e $1 milion është, a do doni të ishit aksioner me 10% të Netflix për një shtet vetëm duke investuar kohën, aftësitë dhe klientët që keni dhe ata që do të gjeni në të ardhmen. Gjitha agjencitë kanë klientë aktualisht, po që do të kenë plot klienta në të ardhmen. Çështja është nëse do doni të investoni aftësitë që keni dhe këta klientat duke integruar dhe shërbimet e platformës Panajri Online, juve automatikisht bëheni aksioner të Panajri Online. Dhe për këtë gjë domethënë do të kemi në trajnimet evente 2 ditore, do të kemi pak më me detaje gjëra dhe ky është vetëm sa për info, sa për të hyrë në informacion. Për partnerët tanë, për agjencitë e marketingut, ne bazohemi në 3 shtylla, të cilat nëse duam që të kemi sukses, shtylla e parë është të njohim mirë sistemin. Do thotë ta njohim mirë sistemin e Panajrit Online, si funksionon, vlerat që ka, shërbimet që ofron, qoftë për ne, qoftë për bizneset, pra të arrijmë ta njohim mirë sistemin. Edhe e dyta është njohësi i propozimit, pra të dimë ta propozojmë në mënyrën më të thjeshtë të mundshme, më të mirë të mundshme tek klientët tanë. Dhe e treta, dhe jo më pak e rëndësishme, është punë edhe veprim. Asnjë gjë nuk vjen nëse nuk veprojmë. Ky aktivitet që unë zhvillova sot erdhi në sajt të një pune dhe të një veprimi që ndërmora para një 15 ditësh. Pa vendosur eksperiencat pastaj që ka pasur para, por që konkretisht për këtë event mu deshën afërsisht 10 ditë për ta realizuar. Dhe Panajri Online kërkon agjenci që janë të gatshme të punojnë për suksesin e tyre dhe jo ata agjenci apo freelancera që presin që suksesi i tyre të trokas në derë. Është shumë e thjeshtë gjëja, secili punon për suksesin e vet, për gjën e vet, ama nëpërmjet Panajrit Online tashmë ka mundësi të rrisë të ardhurat e veta, të rrisë klientelën dhe të mos i thotë jo
jo, po themi edhe një klienti që mund të jetë ndoshta jo shumë i shtrenjtë, po kërkon gjëra të lira. Kemi panairin online, i thotë që mund ta zgjidhim shumë thjesht. Me 210 euro minimumi ai hyn, e ka një website online në platformë. Është gjë më minimale e mundshme. Dhe vizioni jonë është të bëjmë një rrjet social global vetëm për bizneset në të gjithë botën. Aktualisht nuk ka një rrjet social për bizneset. E shpjeguam pak më parë, kështu që pretendojmë të jemi të tillë. 2025-2030 është koha jonë për ta realizuar këtë gjë. Hapjen e zyrave për vitin 2025 në Kosovë, Maqedoni dhe Malin e Zi, nëpërmjet partnerëve tanë, jemi të sigurt që do t'i hapim brenda këtij viti zyrat, të cilat do të jenë në formë hubi pastaj në bashkëpunim me partner marketing. Dhe në tetor të 2025 do mendojmë të aktivizojmë dhe pagesat online nëpërmjet SEP-s. Tjetra është do të kemi monedhën tonë virtuale në fund të 2026 ose 2027, po më tregonin mbrëm për diçka shumë interesante, por besoj se do ta kemi me monedhën tonë, sepse është gjë që është e nevojshme. Dhe fakti që aty do krijohet një komunitet shumë i madh, dhe mos të jetë edhe kjo. Deri në 2030 pretendojmë që të kemi kaluar mbi 1 milion biznese në të gjithë botën, dhe kjo me një llogaritë të thjeshtë, sepse pretendojmë që të jenë mbi 300 kompani partnere marketingu në të gjithë botën. Po flasim për treg global, s'po flasim për Shqipëri. Se për Shqipëri edhe 3 vjet na dalin, na teprojnë. Por që po flasim për gjithë botën, kështu që me partner marketing, unë nga sot e në vazhdim do të jemi fokusuar vetëm tek eventet e partner marketing, se panairi online s'kam çaj bëj më tani, ecën vetë. Deri në 2030 të kemi hapur zyrat në mbi 100 shtete në të gjithë botën. Edhe këtë kemi si objektiv. Nëpërmjet agjencive partnere, besoj se do kemi zyra në të gjithë botën. Duam të jemi një platformë ndryshe nga të tjerat, pra duam të kemi dhe zyra fizike. Pavarësisht që na mjafton edhe një zyrë vetëm në Tiranë, po duam të krijojmë më shumë komunitet, pra të jemi më afër komunitetit sesa të jemi kështu virtualisht edhe të paprekshëm. Dhe sigurisht jemi duke kërkuar partnerët e duhur për biznes, si për ju që jeni këtu, po dhe për ata që do ta dëgjojnë në të ardhmen këtë video. Ju ftojmë të na bashkoheni për të qenë pjesë e kësaj platforme që tashmë ka nisur rrugtimin për të qenë një platformë globale. Ju falenderoj për kohën juve që ishit këtu dhe për pjesëmarrjen, dhe në pjesën tjetër do të kemi mundësi të prezantojmë mënyrën se si plotësohet një profil biznesi në platformë. Merr pjesë ditë panairi online, panairi vetëm fizik dhe online. Pra ne i kemi të dyja. Faleminderit.